Tani, sa mbarova punën, edhe më treguan një video shumë interesante, video që ka dalë në Instagram dhe është pjesë e shumë videove që vinë. Shish çfarë thot kjo video, po ju a vendos sipër. Sapo kam bler një vil alpine, 80 metra katror, transporti që nga falas, edhe do e vendos kam Zvërnec, me që Zvërnec është në mod, do ja lë dhe në fund të kësaj tashini. Problemi është i tillë. Unë s'kam bler asnjë vil, edhe s'kisha pse e blija këtë se kam vil, në fakt, në Bregdet, nuk e kam Zvërnec, e kam aty afër. Por kjo natyrisht nuk është e vërtet. Thotë që do ble dhe 7 vila tjera. Problemi është i tillë. Përdorin emrin për marketing. Unë atje ku shkoj vetë dhe më pëlqen e bëj marketing pa lek. E bëj me fytyrën time dhe me zërin tim. Ku të më pëlqej? Mund të jetë një rritës bletësh, mund të jetë një milioner, mund të jetë një njeri që lyp në rrugë, dhe unë shkoj dhe e bëj video në vetë. Video që flasin emrin tim dhe përdorin emrin tim nuk janë të mijat. Nuk kanë lidhje, janë mashtrim. A di ç'më ndodhi dje? Më mori një zonjë insistonte, tha më të lutem më merr se jam një 82 vjeçare pensioniste me mesazh, e mora mbrapsht më tha, "Çfarë është ai ilaç i syve që përdor ti tha për të parë më mirë?" Unë s'përdor ilaç syshi thash. Të kam parë tha në Facebook. Janë me 10 video në Instagram, TikTok, Facebook, mashtrime si këto që thonë me zërin tim, me inteligjencë artificiale, thonë blini ilaçe, blini. Asnjë nuk është. Çdo video që e bëj unë është e imja. Ndiqeni videon tani deri në fund, shihni mashtrim i mirëfillt. Megjithatë, bravo, të paktën e përdor mashtrimin për të shit në gjë, nuk e përdor për të denigruar në njëri.